Në këtë pjesë i kemi anëtarë të bordit. Atë që i është kërkuar ta bëj tash 2 javë në emisionin Debat Plus, sharrime për procesin e ankandit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet 100 MW. Ministrja në detyrë Artane Rizvanolli zgjodhi ta bëj përmes një konferencë për media. Jo vetëm këtë, zyra e saj ftoi konferencë, siç thanë, rreth çështjeve aktuale dhe adresimit të paqartësive e dezinformatave lidhur me sektorin e energjisë. Në emisionin Debat Plus u publikuan dokumente të cilat dëshmojnë se si Kosti i kishte dhënë garancion bankar për një operator ekonomik privat, e që sipas Rizvanollit kjo është bërë për shkak të gjendjes financiare jo të mirë të Kostit. Asnjë institucion nuk ka lëshuar një garancion të tillë. Ai parashihet të lëshohet nga Kost me rastin e fillimit të prodhimit të parkut të energjisë nga parku solar. Garancioni do të aktivizohej vetëm në rast se do të kishte vonesa të konsiderueshme në realizimin e pagesave nga ana e Kost, me që rast investitori do të inkasonte borxhin, pra jo tër vlerën e garancionit, por sasinë që Kosti do t'i mbetej borxh në rast se kjo ndodh. Ajo i është përgjigjur edhe deputetës së LDK-s, por dyshimet e ngritura për tenderin prej 137 milionësh në kek. Unë personalisht nuk e kam parë dosjen e tenderit, por nga kek më njoftojnë se dokumentacioni tenderi i shpallur nga kek është i hapur, konkurrues dhe jo diskriminues në përputhje të plotë me ligjin për prokurim publik dhe standardet ndërkombëtare. Tek ka folur për akuzat për mafi energjetike që partitë e tjera i kanë bërë, tha se kjo nuk ekziston në Kosovë. Nuk po ndalen disa duke e thënë, prandaj veç dua ta them thjesht qartë. Mafia energjetike Ballkan edhe mund të ekzistojë, e ta ketë selin në Beograd, por asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk ka asnjë raport ose kontakt ose lidhje me ta, as shoqëror, as biznesor, as kurfare. Ajo ka thënë se Kosova asnjëherë nuk ka qenë në kollaps energjetik përkundër sfidave për shkak të termocentraleve të vjetruara.